Një burr blen shtëpi në Ankan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe brenda gjen 3 trupa të pajet. Shtëpia në Stenwich Lane u sekuestrua pasi pronarët e mëparshëm nuk ju përgjigjen një thirrje gjyqësore këtë vit. Eshtrat e 3 personave janë zbuluar në një shtëpi të sekuestruar dhe 2 janë identifikuar. Zyrtarët njoftuan javën e kaluar se skeletet e 3 personave ishin gjetur në një pronë në Burlington. Zbulimi i tmerrshëm u bë në 14 qershor, gjë që çoi në ekzaminimin e mbetjeve nga autoritetet për identifikim si dhe për shkakun e vdekjes. Trupat u gjetën afërsisht në orën 5 pasdite sipas orës lokale, kur policët shtetëror ju përgjigjën një raporti se një pronar i kohëve të fundit i kishte gjetur eshtrat. Sipas People, policia shtetërore pretendoi se një blerës i ri shtëpie kishte bler pronën në një gjendje siç është në një ankant sekuestrimi. Të dhënat gjyqësore të shqyrtuara nga New York Times pohojnë se prona është ndërtuar në vitin 2022 dhe është shitur për $525,000 nga Edward Markion në Ankan në 6 qershor.